Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dile. Check it out. Është duke zhvillu faza e play-offit në basketbollin kosovar, ama diçka që është e sigurt, antari më i ri i Superligës është ekipi Grapelandit, që ka fituar këtë status pasi që në play-off të ligës së parë e kanë poshtur Kekun. Edhe i kam dy mysafir pikërisht të ekipit Grapeland, ekipin nga Raveci me një pasion shumë të madh për basketbollin. Në krahun tim djathtë është Indrit Krasniqi, është president i klubit Grapeland, që po më përmendja është një prej udhëhecave më të ri në Kosovë sa i përket klubeve të sportit. Edhe kam Altin Selmancenën në krahun tim të majt që është trajner i ekipit. Jema mirë se keni ardhur dhe faleminderit që jeni pjesë e emisionit, edhe që na keni pru kupën. Keni të shumë apo kjo është një kupë besë veçantë sepse jam ka jap kandidatin nëse domethënë tashmë jeni në Superligë. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit. Po nisim me Indritin, e thash edhe lexova në fakt edhe në postim që kom po koxha një kohë më herët ke thonë që Grapeland ka me qenë pjesë e Superligës, domethënë muj para se marr deri në këtë moment ku jeni sot. Ku e ke pas që të bindje edhe që të thëmi edhe vetë besim, po ma mërmendja edhe në investime në punën që e keni bo për me arrit statusin në Superligën e Kosovës në basketball? Po mendoj është punu shumë nga shumë njerëz dashamirë të basketbollit, sportit në Ravec. Po e kam pa edhe energjinë e ekip, e kam pa edhe energjinë e njerëzve që punojnë, e kam pa edhe energjinë e tifozave që na kanë përkrahur të në kohës. Edhe thjesht mendova që nuk besoj që dikush mundet me ndalë dashninë e madhe kur një shumicë njerëzve japin një dashni të madhe, kaq të madhe për një klub, gjithçka arrihet edhe ashtu dol. Da u inkuadruam edhe tashmë i presin sfidat që kena me diskutu. Të dy mysafirët mi kanë qenë edhe vetë basketbollista, po tashmë kanë marrë një iniciativë pak më ndryshe. Altin në rolin e trajnerit, ndihmës trajnerit, po besoj që në këtë pjesën e stërvitje dhe gjanave tjera, përveç se ka qenë e vështirë pjesën e bordit që kanë dashur me siguru tarna, po më mërmendja që u kon edhe një pjesë e angazhimit me bu një ekip cilësor i cili ka me konkuru në Superligë. Qysh e komenton më konkret arritin deri në këtë pikë jeni? Po, fillimisht kemi diskutu me trenerin, pjesën kryesore të ekipit është treneri. Ma tutjes bashku me to dhe me Indritin, kemi diskutu dhe i kemi kërku disa nga lojtarët. Shumicën prej tyre kena pas edhe kolegë që kena lujt me ta. Edhe kena tentu me bu një ekip solid cilin kena rrit me bo. Kemi pas disa nga lojtarët që kanë pas shumë përvoj prej Superligës të Kosovës. Kemi qenë pjesë e ekipit edhe me ta. Po njëkohësisht jena mundu mi marrë edhe disa lojtarë të ri, cilët kanë kryer kogja një punë të mirë edhe në kanë ndihmuar shumë në këtë pjesë. Edhe së bashku me trenerin u arrit suksesi. Çka vëdu me diskutu seria ke kogja ngushtë, edhe pse presidenti ka thonë që ka me konë sigurt statusi Superligës, ndeshën e parë humni në shtëpi, ndeshja e dytë krejt deri në fund e rikthyet 1-1, domethënë të dyja skuadrat humbën në shtëpi edhe pastaj finalja ke pak më ndryshe, më thonë edhe dominuar prej skuadrës Grapeland. Po loja e parë ka qenë se është basketbolli është kësi sporti që nuk dihet deri në fund kush fiton. Edhe loja e parë na ka kushtuar neve shumë, shkaku kryesor më thonë gjujtet lira, kena u 18 gjujtet lira. Edhe ajo na ka penalizuar më shumë, derisa në lojën e dytë kemi treguar karakter pak më të fortë edhe kena hyrë bindshëm për me fitu lojën e dytë. Edhe në lojën e dytë kemi qenë 14 pikë të 4 minuta të fundit lojës, po nuk kemi dorëzuar dhe kemi arrit me fitu. Derisa në lojën e tretë publiku na ka ndihmuar ekstremisht shumë, na ka jep vullnet, edhe na si ekip kena qëndru bashkë edhe besoj që kjo na ka ndihmuar me kur suksesin që e kena arritur. Indret, në Superligë tash është një muhabet tjetër, domethënë kur thon muhabet tjetër edhe në buxhet edhe në organizim, po besoj kanë shtu njerëzit që kanë me qenë pjesë e klubit në gjitha format, a është gati Grapeland për çdo sfidat e reja. Po besoj që jeni mësuar me gjëra ku ne dash ndoshta me ndjek njerëzit për buxhet e tjera, po tash ka me koni diçka tjetër duke di që për mes secili ekip në basketbollin e Kosovës ka një buxhet mirë dhe shpenzon gjatë një sezoni. A është gati Grapeland për Superligë? Po normalisht na vetëm se kur e kemi pa që jemi duke arrit suksesin, ne vetëm kemi arrit me komuniku me njerëz dhe me bë gati për inkuadrimin tonë Superligë. Normal, pa arru asnjëherë që u duf më kry puna kënej.
Po na veç ja kemi nisë më bë gati dhe po mendoj që bën një periudhë kemi më bë gati për Super League edhe pse jo. Me shkaktu befasi edhe pse di që ndoshta shumë njerëz nuk e presin Grapelandin ose Rahovecin me shkaktu befasi, po unë besoj fuqishëm që na kena arrit më organizu kohë mirë për Super League. Po më mërmenja, Indret që Boshti ka me rujt, normalisht me përforcime të reja, po më mërmenja që keni nisë me diskutu qysh ka mu dok, qysh ka mu furnësu ekipi i Grapelandit. Po, normalisht. Na vetëm që kemi fillu me punu për qysh ka mu dok ekipa, po normal është pak herët, është pak herët, po veç disa lëvizje të vogla kanë nisë më bë, kështu që është i ndej fund. Mirë në ngjash, kur tani ka dalë vinë edhe lëvizje të mëdha. Mirë, Alten te kjo pjesa ne diskutuam pak para intervistës, një gjë që ka më qenë po besoj kërkesa më e madhe edhe për trajnerët, që po më që ka më qenë ndoshta Berlusin se më shumë na konfirmua, apo ende as kjo nuk dihet. Nuk. Okej, domethënë gjithçka është e hapur, po gjithsesi çdo trajner që vjen ka me ditë që do të mi pas dy lojtarë gjithmonë vendor në parket, diçka që diskutuam që është problemet që mund edhe me fol edhe në vazhdim. A keni pikërat ose si trajner apo ndaj propozim s'po përmendem më, po ka diçka që mundet më u përshtat Grapelandit edhe pse ka disa lojtarë ka të mirë vendor që vetë janë pjesë e ekipit. A ka në vende ku keni qyrë, ndoshta edhe në ligën e parë ndaj talent cilin nas kena mujt me pasë ose është promovuar në media, që ndoshta keni menu me aja prastin. Po, një prej tyre është edhe lojtari jonë që ka qenë si vjetë në ekipë është Hadisi. Ai ka me qenë pjesë e Grapeland edhe ka më jap mundësia maksimalisht normal sa e meriton me punë, edhe disa nga lojtarë tjerë që i kemi në listë, po besojmë që me lojtarë të ri mundemi me u paraqit, edhe pse jo me ndryshu pak, me vazhdu me jap mundësi lojtarëve të ri në këtë pjesë. Sigurisht edhe aty ne duhet një punë e madhe. Indret, edhe për Altinin ka më qenë pyetja një, të dy keni qenë pjesë e Rahovesit në klub që pati një entuziazëm shumë të madh, një palestër shumë simpatike me tifoz. Ndodhe çka ndodhe e dim gjithë shu klubi për arsye ndryshme, kesh menaxhimit e tjera, po ju keni gjetë forcësisht lojtar me qelni dritare të re që është Grapeland, po du me ditë ndryshimin si lojtar dhe si president. Si president nështë ka shumë obligime, si lojtarë ke këshyrë nështë taktikën, ke inë lojë dhe s'ta ka një fort për roga, për sanë e tjera. Qysh e ke përgëvallu që rështrit presioni, po ma mërmenja? Presioni është rrit normal, presioni përgjithësia e rrit shumë, ekstrem shumë, po na veçse kemi ditë para se me hiksa e rrugë, kemi ditë se çfarë pune po marrim dorë dhe besoj që nuk e kemi marrë ashtu me shumë stres. Kemi punu mirë, ka hecë mirë, normal njerëzit na kanë mbështet, nuk u kanë lehtë më na mbështet se bëni projekt të ri. Është ekstremisht e vështirë me i bind njerëzit me besu në një projekt të ri. Po ata që na kanë besoj që kanë dalë të kënaqur dhe tash jemi ku jemi dhe gjithçka po shkon shumë mirë. Edhe që në ndyrë pëse na tregon Altin, prej cilësisë së lojtarit në trajner, a e ke vrejt? Paka shumë sa është e vështirë puna e trajnerit se që thamë edhe me Indritin, nuk ka që e këshyrë ti se janë 12 lojtarë, 12 karaktere, kjo është tash një sfidë tjetër. Qysh më nëshme bu në krasin për bu? Tash ti duhesh me i këshyrë 12 lojtarët, jo me të këshyrë 12 lojtarët ty. Është pak më ndryshe se nga syni i trajnerit, tash nga banka shikohet loja ndryshe, edhe është kogja emocioni ndryshëm, dallim prej lojtarit. Ki lujt sene, po tash kur je trajner duhesh me mendu edhe me qenë psikolog me gjithë lojtarët, edhe me pa qysh tek çka mendon një lojtar, edhe pse jo më jap mundësi gjithmonë lojtarëve tjerë. Sigurisht. Indret, qysh e tha edhe ti, suksesi tash jap edhe hapësirë që ata që nështë s'kan besu me u afru edhe me ndihmu klubin e Grapeland. Fillimisht, qysh ka lind ideja, duke ditë, e dim që Rahoveci është qytet i Rushit, po e keni ndru pak lojën e emrave të klubeve që janë, të thëmë kështu pak ma klasike, që zakonisht ndërthurë me emrat e qyteteve, kryesisht domethënë çashtu lidhen. Kjo ka orë si rrjedhoj që ke përcjellë NBA-n apo ka ndaj tjetër ide që ju kanë ndërhyrë? Jo, unë kam dëgjuar edhe klube tjera jashtë shtetit, po mendoj. Na po flasim për Kosovë. Po, kam dëgjuar që kanë përdorur emra si domethënë Grapeland, edhe na kemi vendos, po flas mbas qytetit që jo kanë vu klubeve emra. Edhe na mos i Rahoveci veç po dihet është toka e Rushit, nuk po besoj që kish pas emër më të mirë me ju përshtat se Grapeland. S'ka diskutim edhe që thash pak
e keni ndru luajën kuptimi se të na janë Prishtina, Trepqa, Mitrovica, Peja, tjere, domethënë, kjo e ka një hieshi për sezon e ri. Alten, a ka ndaj plan, edhe pse është i ndriti këto, kur parafërsisht mundën me nis stërvitje të paktën me lojtar vendor, sepse ata janë po mendoj baza që secili klub duhet mu bazon ta. Po, të paktën me lojtar vendor e kemi mendu këtë pjesë, me njerë që shta dhe i ndriti, po besoj ka Mesi i kurikut veç dhe me vazhdu me lojtarët vendor derisa të vinë edhe përforcimet huaja. Zakonisht krejt ekipi totalisht ka gushti, ka me fillu veç gjithmonë ma herët, më bogati, qoftë pjesën fizike, po ashtu edhe taktike me fillu nga pak, me bashku ekipin komplet. Normalisht edhe me krijuat energji. Qashtë. Indret, çam intereson me ditë, tha pak a shumë për pjesën e Befasis, po çka premton komplet domethënë ekipi i Grape Lane për Super League. Nuk është lehtë, kemi shembuj të shpesht kur një ekip inkuadrohet, ndodh zakonisht në sportet tona për herë të parë, ka vështirësi sepse është një sistem ndryshe, gjëra të tjera, lojtë janë më të forta normalisht, edhe në disa prej historinave që i dim, zakonisht mas një viti domethënë bim prap. Domethënë është vështirësia e sezonit të parë, por më përmendje është që pikërisht me mbietu, pastaj me ndërtu diçka më të madhe. Po duke ditë çka po ndodh realisht në basketbollin tonë, ku e shohim Grape Lane në sezonin 2025-2026? Na po mundohemi me bo një ekip sa më të mirë, që me mujt të paktën me u stabilizu në Super League. Sezonin e parë nuk po dojna me dhonë premtime të mëdha, se normalisht dihen ata problemet që janë ndërsa i bind kompanitë të mëdha e tjera që më ndihmu për me arrit qëllimet e tua, po na po mendojmë që kena me pas një farë stabilitetit mirë në Super League, tash i veç mbetet me pa normalisht ajo krejt varet prej angazhimit lojtarëve dhe tash puna është edhe të lojtarët e huaj. Gjithçka varet në fund ditës, gjithçka varet pe buxhetit, çka mundesh me marrë, çka mundesh me provë. Altin diçka që po duam me diskutu është që e kam vënë që ka një ngritje të cilësisë në ligën e parë. Pra keni pas një rivalitet me klubin e Kekut që po ashtu të paktën unë sa kam me pa në këtë ndeshje, ka pas një organizim të mirë, ka pas disa lojtarë të huaj, ka pas disa lojtarë vendor të mirë, stabil, është rrit cilësia e ligës parë dhe po shihet që ka edhe interesim të sponsorave me më afru, edhe pse nuk është domethënë niveli më i lartë i kategorisë basketbollit tonë. Po, për dallim se unë vetë kom luajtur në ligën e parë para 4 viteve mas Rovecit, edhe dallimi është shumë i madh, dallimi si vjet që kena po edhe kena luajt me ekipe tjera, përpos Kekut edhe New Basketi edhe Istogu kanë pas kogja një ekip cilësor, qoftë me përforcime të huaja, po edhe kështu vendore, edhe dallimi është shumë i madh, sidomos na dy finalist e kemi pas dy qëllimin e njëjtë prej fillimit, domethënë prej ligës 2 kur kemi filluar kështu me radhë, po vetëm po shkon liga tu forcu. Edhe liga po gjithsesi. Indret, pyetjen tham kështu të fundit që e kam vujt, edhe që thash në hyrje është ti si u thënë si klubit kryetar në këtë rast thash konsideroj që ka gjë shumë një udhëhecë kryetar, po është një moshë shumë e re jotja që ke marrë përsipër një klub, nëse jo i pari si ose më i riu, je besoj që në top 2-3 si një prej udhëhecave më të ri të një klubi sportiv në vendin tonë. Çush bën muni që ky fakt edhe sa vështirë. Domethënë kemi në krye të klubeve disa njerëz që kanë një reputacion themi kështu në biznes apo në politikë edhe në sfera tjera ose edhe në sport si sportistë të tjerë, po ti vjen me një background them një dëshirë shumë të madhe për me organizu një klub në qytetin tonë të lindjes. Tregona pak që të perspektivë se po mendoj që është interesante për audiencën tonë. Po, unë ndine jashtëzakonisht mirë, pasi që njerëzit e dim na kretë paragjikohesh nëse don me bë diçka të madhe, jo ky i ri, jo ky kështu, edhe unë ndine tash. Po ky s'din. Unë tash po ndina jashtëzakonisht mirë sepse ju kam tregu besoj disa njerëz që edhe nëse je i ri, po ju kam tregu edhe të rive që nëse doni me bë diçka të madhe mos u nalni. Vazhdoni se nuk është asgjë nuk është e pamundur. Nëse vesh e don diçka kaq shumë mundesh me arrit çka don ti, kështu që nuk u besoj që s'ka që të nal, vetëm duhet me pas dëshirën në vullnetin edhe jemi në rregull. Kjo është edhe ideja domethënë për me dhon porosinë se ndoshta ëndra jote u ndon gjys për më bë basketbollist, po prapë ke qëndru afër basketbollit, por në një formë tjetër që është shumë e rëndësishme për me pas një klub të organizuar. Edhe për ty Alten, po besoj që
Kishe mujt nështë hala me lujt, ama ke vendos mu bu trajner për arsye të ndryshme, domethënë, cilat i ke vendos ti, po këto e kam bu edhe shumë shok tu, tëmit e tjerë. Çka e thuni një djalë që nështë ta nis me 17 vjet, nështë ato ëndrat që i ka nuk mund me arrit për arsye ndryshme, nështë nuk zgjatet, nështë nuk mrin me ushtru që ç'dohet, nuk i ka kushtet e tjerë, po prapë mundet me qëndru te basketbolli. Mundet me prapë me marrë me basketbol, po mund me qenë trener, pjesë në stafi teknik, ose në klubit, ose në drejtor sportiv, ai mundet se ka djeni, ka dije për atë pjesë. Do me thonë, zakonisht lojtarët luajnë prej 10-11 vjeç shumica për tyne. Edhe unë i një plot që zbashku edhe unë vetë, prej 10-11 vjeç luajmë edhe e kanë arrit një përvojë në basketbol. Nuk është njëjtë si një person që veç 6 muaj i marrë me basket si një që u marrë që 6 vjet me basketbol. Dallo normal. Edhe po besoj që ai person i cili ka dije, përvojë me basketbol të kalume, do me thonë, ai mundet mu marrë pa probleme edhe me pjesë tjera të basketbollit, sidomos për ekip, ose mu kon trener, ose ndaj drejtor sportiv që thash. Po hapësirat ndryshme. Hapësirat ndryshme, po nuk do me thonë që vetëm tash nuk po me si lojtar duhet me ndalë, munde me vazhdu ëndrën tem, munde me qenë i trener një zoti, nështë ma i zoti se sa një lojtar që kom pas me qenë. Ideja është që mos më dorëzojnë drejt. I mirë në intervistën e parë, është intervista e parë? Po, intervista e parë. Kalueshme, a? Po, kalueshme. Djema kalova shumë mirë, se ka diçka që është rëndësishme më përmendet që kom pyet, se më mendon zakonisht pyetjet i formoj kur diskutojmë se ka diçka që mundesh më përgjigj ndërkohë nëse ka diçka që është mirë. Jo, vetëm unë kisha dashur me i falendëru të gjithë ata që na kanë përkrah prej fillimit, tifozët, sponsorët tanë, njerëz që kanë qëndruar afër neve të kohës, një agjenci të lojtarëve dhe Ballers Home që na kanë ndajtë edhe në ajo, domethënë të kohën afër çka i kemi kërkuar. Ka qenë një bashkëpunim i mirë dhe çta njerëzve kisha dashur me falendëru dhe kisha dashur me thonë që puna vetë sa ka nisë dhe kemi më vazhdu tutje për manalt. Edhe unë po ashtu, deshte me falendëru të gjithë ata që na kanë përkrah prej ditës parë, sponsorët, stafin teknik, sidomos edhe tjerë që na kanë përkrah prej ditës parë. Po ashtu edhe tifozët kanë qenë gjithmonë, prej kur kemi themelu klubin, ata kanë qenë gjithmonë për krahas tonë. Deri sot shpresoj që kanë me qenë gjithmonë. Patjetër tashmë në Superligën po marrë mendja që ka me qenë edhe grupim edhe më i madh i vreshtarëve siç njihen për ndryshe, e kanë edhe klubin e basketbollit që është nëse s'gaboj ndoshta veç edhe handbolli që është në nivelin më të lartë ose në Superligë, sa i përket sporteve tona, kështu që apo marrë mendja që Palestra Mizerisma sezonin 2025-2026 në ndeshjet vendase ka më qenë gjithmonë plot, sepse kanë çka me pru këta djemtrimin, energji shumë të mirë, energji pozitive edhe domethënë me punë të mirë që është bo edhe është përkthy domethënë me statusin e tyre në Superligë. Faleminderit që keni pru kupën mas pari, faleminderit edhe ju që jeni ardhur për Ravecit me na nderuar në emision, edhe po më mendja që kemi mundur taku pra bashkë në fillimin e sezonit me risi, sepse po mdoket që po i mani me kohë që me kohë domethënë me kohë kur vjen kampionati me jap këto surprizat e juaj, kështu që ju uroj shumë suksese dyve. Faleminderit shumë. Ishim me Indret Krasniqin, presidentin apo kryetarin e klubit Grapeland, ekipit i cili ka fituar statusin e ekipit në Superligën e basketbollit të Kosovës, dhe Altin Selman Cenën që është ndihmës trajner të ky ekip, një ekip shumë simpatik i cili në sezon 2025-2026 do të vijë me shumë rësi. Ka së për këtë intervistë takojmë pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.